Vritet me armëzjarri një biznesmen në qytetin e Elbasanit. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Shqipërinë mbrëmjen e sotme. Me armëzjarri është vrarë biznesmeni Edmond Mahalla në Elbasan. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes për të zbuluar më shumë detaje rreth kësaj ngjarje. Momenti i dhimbshëm ka qenë edhe kur motra e biznesmenit të ekzekutuar ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe e ka kërkuar të shohë vllajin. Familjarët e biznesmenit 43 vjeçarit Edmond Hyka alias Mondi Mahalla, që u ekzekutua mbrëmjen e sotme në Elbasan, ka mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes. Në një video të publikuar shihet vendi i ngjarjes ku ka arritur motra e viktimës, e cila duket që është përthen në të qara dhe kërkon të shohë të vllajin. Policia kërkon që ta qetësojë. Edmond Hyka alias Mond Mahalla, 43 vjeç, u qellua me 3 plumba brenda makinës së tij në karburantin në pronësinë e tij në daljet e Elbasanit. Gjithashtu, biznesmeni i ekzekutuar ishte edhe pronar i një shërbimi taksie në qytetin e Elbasanit. Sipas deklarimeve nga vendi i ngjarjes dhe pamjeve nga kamerat e sigurisë, biznesmeni sapo kishte dalë nga zyra e karburantit dhe ishte futur në automjetin e tij. Autorët kanë qelluar 3 herë me pistolet në drejtim të tij, ndërsa 2 prej plumbave e kanë goditur në kokë. Mahalla ishte në gjyq për armbajtje pa leje, posedim të sendeve të jashtëligjshme dhe shpërndarje narkotikësh. Një vit më parë atij është gjetur edhe një shkop gome. Njoftimi plot i policisë. Rreth orës 20:35 është marrë njoftimi se në lagjen Emin Matraxhiu, brenda një automjeti të parkuar, është gjetur i vrarë me armëzjarri shtetasi MM alias EH, 43 vjeç. Në vend ngjarje shkuan menjëherë shërbimet e policisë dhe janë ngritur pika kontrolli në dalje të qytetit dhe vijojnë kontrollet në zonë dhe në ambiente të ndryshme për kapjen e autorëve. Ndërkohë është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili në drejtimin e prokurorisë po punon intensivisht për sqarimin e rrethanave, dokumentimin ligjor si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve.